çdo besim, çdo ore kaluar bashkë në të mitarë. Si pjesë të stafit të kësaj shkolle, ndjej krenari që punoj me kolegë dhe nxënës të përkushtuar që duan dijen dhe sfidat intelektuale. Si profesoreshe matematikës, shpesh mendoj mënyrën se si kanë ndryshuar mësimin në vite. Dikur, gjithçka ndodhte brenda mureve të shkollës, një tabelë e zezë, një shkomë si barë dhe shumë për pushtem. E sot, klasa ime është më shumë se një hapësirë fizike, është një botë virtuale, ku dijen ndohen nëpërmjet ekranit, platformave digjitale dhe teknologjisë moderne. Në kohën kur unë filloj të jap mësim, gjithçka varet nga libri dhe nga mënyra se si profesori arriti ta shpjegonte lëndën. Nxënësit marrin shënime në kujtesë, ndërsa çdo ushtrim në tabelë kishte një rrezik të veçantë. Puna e përditshme ishte më e ngadalë, por edhe më e përshëndruar. Çdo formulë kërkonte durim dhe praktikë të vazhdueshme. Kur flasim për shkollat, nuk mund të mos e kujtojmë edhe periudhën e vështirë të shkollave shtëpi. Ishte koha kur arsimi u bë simbol i qëndrejtësisë sonë. Në ato forma të vogla, në shtëpi private, mësuesit dhe nxënësit nuk ndonin vetëm dije, por edhe guxim, shpresë dhe dashuri për atë dhellën. Ndërsa sot, mësimi zhvillohet në kushte shumë të mira. Shkollat janë të hapura, janë të pajisura me teknologji moderne dhe nxënësit kanë qasje në internet, libra elektronik e mjete mësimore digjitale. Mësuesi nuk është vetëm burim i dijes, por është një udhërues në botën e informacionit. Megjithatë, edhe pse sot kemi shumë lehtësi, duhet të kuptojmë se mësimi i vërtet vjen nga dëshira dhe përkushtimi, ashtu siç e treguan ata që mësuan edhe në kohën e luftës.